Specialistët për hetimin e trafiqeve të Drejtorisë Vendore të Policisë Fier, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative për shfrytëzimin e një shtetaseje të huaj për prostitucion, organizuan dhe finalizuan në bashkëpunim me shërbimin të Komisariatit të Policisë Lushnjë operacionin e koduar Pit Stop. Si rezultati i operacionit, u kap në flagrancë dhe u arrestua shtetasi me iniciale SM, 19 vjeç, banues në fshatin Karbonare Madhe Lushnjë. Nga hetimet rezultoi se ky shtetas ka shfrytzuar për prostitucion për rreth 2 muaj shtetasen braziliane me inicial LC, 25 vjeçe, të cilën e ka strehuar në ambiente të ndryshme dhe së fundmi në banesën e tij. 25 vjeçaria ushtronte prostitucionin në ambiente të tjera. Në vijim të veprimeve për rastin, u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për 25 vjeçaren për veprën penale ushtrimi prostitucionit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2 celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.